Kryeministri Rama ka thumbuar opozitën. Ai u shpreh se kjo ishte e shqetësuar për komentet që bëri për fotot e tij nudo në Google, por nga ana tjetër nxjerri Ilir Vrenozin që të ofendoi gjatë një takimi elektoral në Korçë me fëmijë, gra dhe vajza. Gjatë takimit në Elbasan, Rama ironizoi edhe faktin që PD-s i është bashkuar edhe Elvis Roshi, ndërsa shtoi se kur ishte kryebashkiak, Roshi ishte kriminal. Po u more me ata, nëse do t'isha marrë me ata, do t'kisha përfunduar në çmendin. A jem vete? Më marrin mua, më futen në shtëpi, më vjedhin fotot e mia të rinis, më nxjerrin në Mingjilis Cullak në 2007. Po këta janë për t'u thënë njerëzve se shikoni sa monster është, se këta për vete edhe në dush shkojnë me kostum. Njerëzit u akthejnë siç e meritojnë, shtojnë edhe ca vota me ato. Tani unë pas 100 vitesh, në një bisedë me Pandi Majkon, atëherë u tmerrua. Të isha për Pandin do t'kisha humbur zgjedhjet se nuk dilte më nga shtëpia, nga tmerri si mund t'jetë ky edhe pa rroba, se mendonte se flia me rroba ushtarake. E tregoj atë histori aty dhe thashja në Google. Ta tani u shqetësuan shumë për fëmijët. Kaq shumë sa që për ta nxjerrë shqetësimin deri në fund, nxjerrin Ilir Vrenozin që ja lëshon shqipes ekstreme me fëmijë, vajza dhe gra. Do të thonë këta të vrasin, të qajnë ditën dhe të vrasin edhe ditën dhe nuk të qajnë. Të thonë se shiko, ke vrar veten ose e vrave ti vllajin tënd. Të merremi me këta ne janë fundi. Të kesh patur të internuar, këtë duash ti, nuk vlen, është kot. Keni dëgjuar një farë Elvis Roshi? Tani e kanë marrë dhe është në rregull ai. Ishte kriminal dikur, kështu që kjo është historia tani. Me mua rri se nuk e ku shkon, vete ke fajin, vjen këtu. Rama. Kujtojmë që ish kryebashkiaku socialist i Kavajës Elvis Roshi të ruajë vëmendjen pasi është përfshirë në fushat për kushëririn e tij Elton Roshi, i cili garon për deputet në zgjedhjet e 11 majit në siglën e Aleanca për Shqipërinë Madhështore, të udhëhequr nga PD.